është kur është votuar qeveria apo? A është kur është bërë qeveria? Kur është votuar kundër Konjufës. Tash paramendoni sikur të ishte ndryshe po zot. Sikur votat të ishin ndryshe, bie që zotri Konjufës do të ishte kryeministër apo. Që i bie pa një marrëveshje të koalicionit. Do të mendoj që kësaj çësje në një mënyrë ka kontribuar edhe vetë çësja e PDK-s. Tek votimi kryeparlamentarit. Sepse i kanë shtu apetitet e partive mi kriju institucionet pa marrëveshje të koalicionit. Unë mendoj, kështu e shoh domethënë. Edhe kriteri që ka qenë kushdo që s'ka qenë ministër, prodhoi një kryekuvendar që ndoshta më mirë do të ishte cili do vetëm ta përfundoj lutë. Dhe mendoj që ajo përdorimi asaj fotografie është për fushat, për mbledh vota, në rast se mungon programit të diçka do të më nxjerrët. Dhe vërtet nuk përfiton qytetari asnjë gjë nga ajo çësje se cila do parti që akuzon tjetrën me Serbinë dihet që nuk qëndron. Nuk ka parti shumicë shqiptare që mundë me akuzu që është me këtë. Politikat i kalkulojmë. A i kanë shërby kuj në farë, po jo që bashkëpunojnë me Serbi. Një gjatë tjetër që deshta me prek, nuk peshof as të PDK as të partit tjera. Si e garantoni jo një programin e juaj, një i ri që e kryen shkollët, që ka me pas mundësi mu avancu, pa librez partijake, pa pas nevoj që ajme njof dikon parti, jo veç parti, po dhe krerët e partive, po në bazë të meritokracisë. Nuk peshof as të programi juaj, as të partite, as të programi as një partije tjetër. Ka qeni premtimi madhe në vitit 2021 për meritokraci cili nuk është realizu farë. Jo që është realizu, po ka shku, po thuj se ka vazhdua jo që ka qenë më tutje, ma heret, si ju e garantoni, cilët janë mekanizma që do të ndërmerni që një ri me pas mundësimu, ose një re me pas mundësimu u zhvillu, pa pas nevoj që mu bo militantin një parti, ose me qenë familjari dikuj që është i fuqish. Sepse mendoj që kjo është një prej shtytjeve të mëdha që i shtynë shumë të ri me projektu të armën e vetë jashtë vendit. Zoti Berami, të çështja ose Mustafa, atëherë do t'i preki këtu dy pika, arsimin edhe këtë pjesën e fundit Zoti Berami vazhdon me pjesën tjetër. Kështu, qeverit duhet t'i përgjigjen nevojave të kohës. Partia Demokratike e Kosovës ka ardhur për shtet vitin 2007, kur Kosova ka trashëgu një infrastrukturë shkollore, arsimore të shkatruar nga lufta dhe nga mos investimi për më shumë se një dekadë para luftës. Dhe kuptohet që fokusi shumë arsyeshëm ka qenë fillimisht në krijimin e kushteve infrastrukturore. Na nuk kemi mujt me mërri në atë kohë. Tash po. Edhe hardveri dhe softweri paralel me shku. Tash, fokusi